Cili është raporti juaj me natyrën? Aty ku jetoj ka shumë pak natyrë. Ka ndërtesa, ka asfalt, po në natyrë ka jashtëzakonisht pak. Është një element që mungon, do të thoya, sepse Shqipëria ka shumë natyrë, ka patur shumë natyrë, të paktën kur isha në Tirana ishte një qytet i gjelbëruar, një qytet ku ta kishte qefit të jetoje. Sot është një qikë rëmuj. Po ka që rëmujan dhe qytetet jashtë Shqipërisë. Mungon ky raport me natyrën. Është fillimi një rrugtimi ton të përbashkët që zgjat disa minuta. Do më pëlqente të më kujtoje fëmirin tuaj, si ka mbetur e në mendje? Ndoshta si gjëja më e pastër e jetës ime. Më e pastër dhe më e pa çukitur nga jeta. E pastër dhe e bukur sepse kam patur ngrohtësinë e prindërve që me kalimin e kohës pastaj më munguan, sepse shoqëria në atë kohë për mua kishte vlera të tjera, natyrisht shoqëria sot është krejt tjetër gjë. Ndoshta dhe ishte e bukur edhe për faktin sepse të jepte dorë të ndroje, të mendoje, të shpresoje, të tëra këto mbaruan shumë shpejt. Figura e nënës, si është gdhëndur në kujtesën tuaj? Nëse do flas për nënën time, është tjetër punë. Nëse do flas për nënën përgjithësi, nëna ime ishte një grua shumë e dashur, deri në dëmshuri. Një grua që nuk e kishte përgjithë ndante me tjetrin atë çka kishte. Ishte një grua që pretendonte shumë nga i biri, mundohej t'i nguliste, njëri që i biri ndryshe nuk do t'i gjente dot, i pëlqente shumë që i birit mësonte gjuhë, i pëlqente shumë që i birit dilte mirë në shkollë, i pëlqente shumë që i birit kishte një tartme të bukur të shkëlqyer. Nëna ime ishte si shumica e nënave, si shumica dërmuese e nënave që nuk kanë dëshirë tjetër veçse ta shohin mirë fëmijën e tyre. Po babaj? Baban e kam njohur më pak. Kam njohur më pak sepse në kohën kur unë fillova të kem vetëdijen, të formoj vetëdijen time në kohën e adoleshencës, babai nuk jetonte me ne, jetonte në Rubik, ishte transferuar aty dhe vinte një herë në muaj, një herë në 2 muaj në shtëpi. Babai ishte figura e paprekshme në familjen tonë. Ai simbolizonte cilësinë, simbolizonte harmoninë, urtësinë, mençurinë. Baban e kam patur të mrekullueshëm. Nuk jetoja. Më ka bërë përshtypje në librin tuaj edhe përshkrimi që keni bërë kujtimit të gjyshit. Është figura më simpatike e jetës ime. Kohët e fundit unë kam gjetur një fotografi të tij të vjetër, e kam zmadhuar, kam bërë goxha të madhe, edhe kënaqem duke e parë dhe më duket sikur i them, shikoj se unë nuk jam ai çamaroku që shkelte lule shtrydhet. Unë jam një që përpiqem të marrë tjetër gjë nga jeta, nuk e di se sa mund ta marr. Të udhëtosh me mendim në kohën që ka kaluar, është e lehtë, e vështirë, e mundimshme për amikun? E lehtë do të thoja deri diku. E lehtë deri diku, e vështirë jo. E mundimshme ndoshta po. Sepse është gjithmonë ajo sentencë e Dantes, nuk ka gjë më të hidhur se sa të kujtosh kohët e bukura në njerim. I bie që po të kthesh kokën pas edhe të kujtosh kohët edhe jetën e Amik Kasaruhos, ka më shumë kohë të bukura apo të vështira? Të që të dyja bashkë. Më shumë nuk di se nuk di ta ndaj me thikë këtë punë, nuk di ta peshoj. Kohë e bukur është fëminia ime, kohë e bukur është rinia ime. Kohë e bukur është edhe koha kur kam qenë në burg. Po e ndjeja veten në një nivel shumë më të lartë nga që ndjenin bashkëmoshatarët e mi jashtë, sepse isha i rrethuar me njerëz të ditur, nga njerëz. E bukur është edhe koha mbas burgut, kur kisha shpresat mëdha që ranë, u thërmuan dita për tokë se nuk pata asnjë mundësi për të qarë përpara.
E bukur ndoshta është edhe tash i pleqëria, se më jep mundësinë të vlerësoj jo vetëm veten, por ata që kam përreth. E ti dua. Cili është sekreti që gjen njeriu dhe në këtë rast personazhi im Amik Kasaruho për të quajtur të bukura periullat edhe të vështira që ka jetuar, qoftë edhe periullën në burg? Një mendim krejt personal. E bukur për mua është ajo që më prek, ajo që më përlot, ajo që më idhëron, ajo që më bën të vuaj, që më bën të ndjej, që më bën të gëzohem. E bukur është ajo që më prek në shpirt, pavarësisht nga vlera relative që mund të ketë. E kësi bukurish unë kam patur shumë jetë edhe kam. Të bukur janë dhe librat. Të bukur janë gjithë ata autorë që kanë kontribuar me mendimin e tyre, me të shkruarjen e tyre, për të na formuar. Unë do doja të dija se çfarë roli ka luajtur pikërisht libri, autori, në jetën e Amik Kasaruhos. Po, unë kujtoj që është i njëjti rol që ka luajtur në jetën e gjithsekujt. O të paktën të gjithë atyre që kanë vazhduar të kenë një marrëdhënie, një shoqëri me librin. Unë jam formuar para se të formohesha nga njerëzit, jam formuar nga librat. Ndoshta sepse më ka rrethuar gjithmonë që në fëmini bota e librave, ndoshta sepse imat dhe ime më që njihnin gjuhë më shtynin, më nxitnin që të lexoja. Ndoshta sepse në atë kohë kur isha unë i ri apo adoleshent, nuk ishte mënyra të tjera kalimi kohë dhe ishte vetëm libri. Ndoshta sepse librat atëherë nuk gjendeshin siç mund gjenden sot, që të shkosh të zgjedhësh autorin edhe titullin, po do të lexoja atë që të binte në dorë. Dashje pa dashje, ishte ngulitur një etje, një dëshirë për të lexuar, saqë them na u ngulit, na u ngul, na u shkri bashkë me gjakun tonë dhe kështu u rritëm. Je mirënjohës në një farë mënyrë autorëve të veçantë që ndikuan në momentet caktuara edhe vazhdojnë të ndikojnë? Nuk di ta them nëse ka ndonjë autor të veçantë që mund të ketë ndikuar tek unë. Të gjithë, paparjashtimisht, gjithë autorët e mirë, të huaj ose shqiptar qofshin. Shqiptarët i kam dashur, domethënë kam patur preferenca për ata që shkruan një shqipe të mirë. Të huajt për ata që shkruanin bukur. Të krijojnë një botë tjetër dhe i përfshirë në këtë botë tjetër është shumë e vështirë më pas të kthehesh në realitetin që të rrethon për ditë. Ka pasur momente kur me të vërtetë të kanë marrë këto libra, këto autor të kanë çuar në ëndra dhe në fluturime të bukura dhe më pas je gjendur qoftë edhe në kufit e palirisë. Më ka ndodhur kur kam përkthyer, të themi, Harold Robbinsin, mos dashuro kurrë të huaj, sepse kam jetuar disa muaj të tërë, ndoshta gjysmë viti, ndoshta një vit tash s'm kujtohet. Kam jetuar në atë atmosferën e romanit, atë atmosferën e bukurisë së romanit, mjeshtrisë e autorit, saqë them deri kur e mbarova dhe unë gjeta vetëm aty në atë fshatin ku jetoja në Gos, më duvetja shumë boshe dhe bota rreth e rrotull shumë e varfër. Më ka ndodhur dhe herë të tjera. Më ka ndodhur kur kam lexuar një tregim të bukur të ndonjë autorit apo autores shqiptare dhe pastaj kam parë që kam mbetur thatë, kam mbetur pa të bukuri, pa të frymë që më transmeton të tregimi apo vjersha e lexuar. Është i shtrenjtë loti për ju kur e derdhni atë? Unë e derdh sa herë kam mall. Unë e derdh sa herë shoh një padrejtësi. Sa herë më mbysin kujtimet, sa herë nuk shpresoj. E derdh kur s'mundem të bërtas. Çfarë është liria për ju? Është një vlerë e pazëvendësueshme.
është mundësia për të jetuar pranë njerëzve, duke i dashur njerëzit e duke të dashur dhe ata. Çfarë ju lumturon? Paqja dhe mirësia e njerëzve. Më lumturon familjen, më lumturon miqësia, më lumturon kthimi në Shqipëri, më lumturon puna, më lumturon vlerësimi të tjerëve, të gjitha këto më lumturojnë. Ka një moment që do ju pëlqente ta ndanit me mua, kur vërtet jeni ndjerë në kufit e lumturisë dhe që ka lidhje me vetë amikun. Unë do të thoja që kënaqësia që kam ndjerë ditën e paraqitjes së librit tim në Tiranë është e pakrahasueshme. Është për mua kënaqësia më e madhe që kam ndjerë gjatë viteve të fundit. E them megjithatë. Pse? Sepse isha i harruar e më thirrën. Sepse isha i syrgjynosur, të themi, dhe më kthyen. Dhe më kthyen unë këto ditë në Tiranë kam ndjerë e kam thënë në rast tjetër, një dashuri të vënuar. Kam lindur në Tiranë, jam arritur në Tiranë. Shokët e mi kanë vdekur në Tiranë. Unë jam kthyer me këtë dashuri të madhe dhe përqafoj gjithë Tiranën, gjithë Shqipërinë. Nuk është retorik. Është një dhimbje. Kaq. Pavarësisht se ju e keni ndjerë këtë dashuri të vonuar, unë mund të them që unë kam vite që ju dua, sepse kam ndjekur pak a shumë jetën tuaj, po njëkohësisht cilësinë e përkthimeve tuaja. Dhe mendoj që një pjesë e mirë e njerëzve mund t'ju kenë dashur në këtë mënyrë. Ndoshta nuk është shprehur konkretisht dhe ky panajeri 12 ndoshta është, si thuash, një pikë kulmore. Është padyshim një pikë kulmore. Panajeri 12 dhe ajo çka i parapriu panajerit të 12. Unë e di që kam patur shumë njerëz që më çmonin në Shqipëri për punën time. Nuk është merite ime. Kështu erdhën punë. Jo, kështu erdhën punët. Unë mund të isha edhe një disenjator i mirë dhe nuk do të më kujtonte njëri. Jam një përkthyes i mirë dhe më kujtojnë. Padyshim unë e kam ndjerë këtë atmosferë, kam ndjerë shumë, sidomos ditët e fundit. Prishtina përpara, Tirana më vonë, ngrohtësia e atyre që më rrethonin. Fakti që isha pak egoiste kjo punë, pak egocentrike, po fakti që isha në qendër të vëmendjes, ishte herë e parë që më ndodhte në jetën time. Nuk e di. Nuk është se ishte vetëm e bukur, po ishte diçka e pamenduar. Befasuese. Shumë befasuese. Dhe e meritueshme. Takon të tjerëve të parë. Të kesh besim në diçka, të shpresosh për diçka, edhe kur nuk ka, kur gjithçka është e rrethëhet. Mendoni që është një veti që kultivohet apo lind bashkë me njeriu? Në burg unë e kam shkruar edhe në librin e fundit timin. Në burg unë kam qenë me Pjetër Gjin, që ka qenë muzikant, muzikolog, folklorist, edhe pak poet. Ai kishte një vjersh. Në kohën e Italisë, në repushtimin italian, këtu shteti italian kishte krijuar një ndërmarrje për furnizimin e nënpuncave. Me ushqime, me dru, me ujë, me dreq. E një ditë një katonar Tirane, Rema, merr gomarin e ngarkon me dru dhe vjen të i shesi drut në Tiranë. Vjen vërdall gjithë ditën në Tiranë, nuk i shet dot drut. Lodhet, telef, ndark, bën të kthehet në fshat, në Priska ku do shkote me gomarin përpara dhe i thot gomarit: rujet durimin, nërvak të tarsh me çoje kujtimin, atëherë të dy së bashku kem mu kujtu se kush do në drunë. Unë kujtoj se kjo është një filozofi që vlen. Çfarë ju trishton? Keq kuptimi. Unë mundohem të jemi drejt për drejt në komunikimet e mia. Keq kuptimi më trishton shumë. Pa drejtësia natyrisht më i tërron edhe më tepër. Ju ka ndodhur të keq kuptoheni? Disa herë. Kjo për shkak të natyrës tuaj? Nuk e besoj të natyrës ime, se unë jam një natyrë
relativisht e kontrolluar e qetë, zorë se shkel në drast e kalbur. Besoj më tepër për shkak të krimit disa rrethanave që nuk varen as për me, as për tjetrit. Sa e rëndësishëm ka qenë për ju shkruarja dhe botimi, që mos së fundi vjen në shqip i librit Ike nga trilli i Perëndive? Ndoshta më tepër i rëndësishëm ka qenë botimi se sa shkrimi. Sepse botimi do të realizonte dëshirën që ka çdo njeri që shkruan. Po sidomos botimi në Shqipëri. Unë e kam botuar librin dhe në Itali, e ka pasur dhe ribotime, e kam promovuar në disa vende, në se çfarë, por nuk kam patur as kënaqësinë dhe as emocionet që kam patur në Prishtinë dhe sidomos këtu në Tiranë. Në Tiranë sepse unë kisha thirrur ndërmjet tjerë shumë njerëz që kanë patur të bëjnë drejt për së drejti ose në mënyrë të fortë me jetën time. Edhe ndjeja vetën sikur po rikthehesha mbrapa në vite, sikur po rijetoja jetën time dhe të njerëzve që më kanë rrethuar. Ishte shumë më i rëndësishëm botimi sepse më ktheu në Tiranë. Më ktheu në Shqipëri. Ka shumë ngjarje, shumë personazhe që lëvizin atë libër krahas jush. Dhe çdo pjesë është një rrëfim, jo vetëm i sinqert, po njëkohësisht është gjë e rëndësishme për t'u thënë, po dhe për t'u përcuar dhe për t'u përftuar. Pse keni shkruar këtë libër? Për dy arsye. E para punës ishte një periudhë që unë shikoja ëndra shumë të trazuara. Sikur më pushonin, sikur më arrestonin, sikur më internonin, pak o shumë ëndra që kishin lidhje me jetën time. Edhe një ditë marrë në telefon Robertin, ndjes pas të Shvarcin. Ja tregoj këtë punë. Thotë amik, duhet të bësh një gjë, duhet të shkruash për jetën tënde. E vetmja mënyrë që të shpëtosh nga këto llapi është të shkruash. Kjo ishte arsye e parë. Arsye e dytë sepse unë në Itali jetoj me një farë inati. Kam inat që italianët se kanë qarë kokën dhe se qajnë kokën për Shqipërinë. Shqipëria ka vlera të mëdha. Pse ky bast që kisha vënë me veten që të them italianëve si cilët jemi ne. Kemi vuajtur, po kemi ruajtur dinjitetin. Na kanë shtrirë për tokë, po jemi ngritur në këmbë prapë. Cila ka qenë dhe mbetet filozofia e jetës suaj? Se kam menduar sepse e jetoj jetën ashtu si vjen, mundohem të jem unë në jetë. Mundohem që jeta të mos më vëj për fund. Dhe mundohem që tjetri ta kuptoj këtë punë. Them se kjo do të ishte filozofia e jetës ime. Do më pëlqente të më tregoni dhe të më rrëfeni se si jeni njohur me bashkëshorten tuaj. Jemi njohur në Kavaj. Unë atëherë jetoja në Kavaj, ajo vjen si mësuese në Kavaj. Kavaja e para 50 vjetëve, ca që ka që jemi njohur. Kavaja e 50 vjetëve përpara ishte një katund i madh. Ku një shube veshur mirë bënte përshtypje. Kështu jemi njohur, jemi dashur. Ajo më ka ndjekur në fatin tim. Nuk mori parasysh absolutisht asgjë, i kishte të gjitha mundësitë të bënte një zgjedhje tjetër, nuk e bëri, preferoi të bënte këtë zgjedhje, të vinte me mua dhe të interdoj për 27 të dëboj për 27 vjet në Gost Kavajës. Çfarë ka mbajtur të gjallë dashurinë reciproke? Ai detyrimi për të rritur fëmijë që t'i përshtateshin kohës, po që të bëheshin edhe të aftë për një kohë tjetër, të cilën me mendoja se do të vinte. Kam qenë pak kryeneç në këtë mendim dhe ja u kam ngulitur edhe fëmijëve të mi.
na ka bashkuar ndoshta më shumë se gjitha të tjerat nevoja për të mbështetur të njëri tjetrit, se ishte një periudhë dhe një vend ku nuk gjenim përkraje të tjera. Do doja të dija nga ju se çfarë është ajo forcë ose ajo gjendje ose ai mendim ose një tërësi mendimesh që ju kanë ndihmuar të ruani ekuilibrin brenda vetes edhe me botën që ju rrethon. Unë mendoj një ndër arsyet o një ndër shtysat të jetë ajo që njeriu ndjen nevojë të lëjë një gjurmë. Nuk do të kishte kuptim, flas për jetën time, nuk do të kishte kuptim të jetoja dhe mbas vdekjes time dikush të më kujtonte për një gjë ose për një gjë tjetër. Do të ishte vetë jeta e zbrazur nga kuptimi i saj. Çfarë të them, nuk është e lehtë për njërin në kushtet e mia. Unë kam 20 vjet jetoj në Mërgim. Dhe përkundër atij mendimit që mund të kenë të rritë se Mërgimi të krijon mundësi jetese, ku ta dinë se çfarë, për mua Mërgimi është një vetmi e madhe, një vetmi e gjerë, ku nuk e gjen dot veten. Jemi shkputur nga intervista për një takim me Ismail Kadarin. Çfarë raportesh keni pasur me shkrimtarin Ismail Kadare? Nuk kam patur asnjë raport, sepse kështu personal, në planin personal, se nuk kemi njohur ndonjëherë. Unë jam takuar për herë të parë, mbaj mend si sot, sepse kam një kujtesë që më nderon. E kam takuar për herë të parë në hollin e Teatrit Popullor, kur shfaqej drama Arturo Ui e Brechtit, e përkthyer nga Zhvarci. Unë isha me Zhvarcin, erdhi Kadare dhe aty kemi dhënë dorën për herë të parë. Pastaj kemi patur një shkëmbim pikpamjesh, jo fort miqësor, jo fort të butë, e që atëherë ka 20 vjet që nuk kam patur të bëj me të. Kadarea, unë i kam borxh Kadares, sepse në 65 apo 66 unë pata përkthyer një libër, të cilin Kadarea mendoi po e çoi në nërmarrjen e botimit për ta botuar. Ata s'ja pranuan, e Kadarea iku i ndinjuar sepse arsyetimi i shtëpisë botuese ishte që protagonisti nuk ka ide të qarta politike. Kështu që sot ishte rasti për të larë një borxh, unë ndaj atij dhe ai ndaj meje. E lam, jemi të qetë të dy. Përmendët Zhvarcin dhe unë do doja të ndaloja tek miqësia juaj e pashlyeshme me Robert Zhvarcin. Dhe çfarë bën një mik të jetë një mik që të mungon pafundësisht? Nëse flitet për Zhvarcin, ai ishte cilësi të jashtëzakonshme. Ai ishte i pastër, kishte shpërthimet e tij, po ishin gjithmonë të diktuara nga sinqeriteti. Nuk e kam parë kurrë të flas për oportunizëm, nuk e kam parë kurrë të përkuli kokën. E ky ishte një shembull që i ndihmonte miqësisë. Zhvarci ka patur një zemër të madhe, unë e kam thënë dhe në raste të tjera, e kam shkruar, e kam përmendur edhe në intervista të tjera, ku në 56 unë u lirova nga burgu dhe bridhja nga shtëpia në shtëpi për të fjetur se isha me punë në Tiranë. Edhe kisha hallin e madh se në atë kohë njerëzit të zotë e shtëpisë marrin një libër shtëpie që u jepej nga Këshilli i Lagjës dhe duhet të regjistronin mysafirët cilët janë, pse kanë ardhur, sa do të rinë, e duhet dorëzuar në polici ky libër. Në atë kohë unë vija në pozitë shumë të vështirë ta njerëz. Në atë kohë Zhvarci më ka mbajtur një vit të tërë në shtëpinë e tij. Me arsyetimin e thjeshtë, gjithë bota e di që jemi miq. Çat keq e ka? Ky ishte Zhvarci, unë jam i detyruar jo vetëm për të, jam i detyruar edhe për atë këmbim të vazhdueshëm mendimesh, përshtypjesh, kritikash për shkrimet tona si të rinj të asaj kohe, për shkëmbimin e mendimeve në lidhje me librat që lexonin për gjithë jetën tonë. Zhvarci për mua është i pazëvendësueshëm. Është një mungesë që ju e ndjeni në jetën tuaj? Po të doni mos vazhdojmë me këtë temë se nuk mundem. Ju ka tunduar politika për të qenë pjesëmarrës në të? Asnjëherë. Çfarë mendoni se i mungon politikës shqiptare aktuale? Qytetrimi.
sepse vrej tonet të caruara, të shumtuara që nuk i shoh as në viset egra, as në viset e paqytetruara. Mendoni që shqiptarët meritojnë një fat më të mirë më ndryshe? Padyshim. Padyshim dhe më vjen keq që këto shanse historike që po paraqiten nuk po shfrytëzohen drejt nga shqiptarët. Padyshim sepse shqiptari, të paktën shqiptari që kam njohur unë, nuk njoh shqiptarë të rinj, shqiptari që kam njohur unë ishte i tillë që i kushtohej të drejtës dhe lirisë. Padyshim sepse nuk kemi patur fat në histori. E historia duhet në shpërblente. Nëse ne nuk kemi ndjenjë ta kapim këtë shans dhe ta kthejmë në të mirën tonë, është faji jonë. Cilat janë pasionet e Amik Kasaruhos? Përveç punës sime, muzika klasike. Jeta dhe vdekja. Janë në unitet. Nuk mund të kuptohet njëra pa tjetrën. Dhe nuk mund të kuptohet vlera e njerës pa menduar mesazhin e tjetrës. Për shembull, nëse do të mendohet vdekja si përfundimi i një jete të jetuar aktivisht, të jetuar me dinjitet, të jetuar në dobi të tjerëve, unë kujtoj se vdekja, ashtu si thuhet, ka pak floriri. Nëse vdekja vjen të gjen mbas një jete të depravuar, mbas një jete pa synime, pa qëllime, do të thoja që bën mirë ta marrë sa më parë njeriu. A keni ëndra në sirtar të fshehura që mund t'i zbulojmë së bashku? Kam, po me qenë se janë të fshehura, nuk i tregoj dot. As edhe një. S'na zbuluat një ëndër të fshehtë, më mbetet vetëm t'ju falenderoj që mu përkushtuat edhe ishit shumë i mirë me mua në këtë intervistë. Kam qenë gjithë jetën i mirë, nuk ma kanë ditur. Jo, falenderoj unë juve. Shoqata e Botuesve Shqiptar, shpall, përkthyesi i vitit 2009, i jepet zoti Amik Kasaruho për përkthimin e librit Tregimet e Montalbanos të autorit Andrea Camilleri. Vetëm dy fjalë. Duhet t'ju siguroj që nuk më kam pasur me hatër Petriti me qenë se botoj në shtëpinë e tij botuese. E dyta, më keni kthyer në Shqipëri me këtë çmim. Ju si botues, ju si organizator të panairit, më keni kthyer me atë që më ka munguar. Ju falenderit.